Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka reaguar shkurtimisht ndaj deklaratave të Fatmir Limajt, kryetarit të nismës social-demokrate, i cili ka thënë se ai dhe partia e tij e kanë përkrahur Haradinajin vazhdimisht, veçanërisht në vitin 2017 kur ai u bë kryeministër. Limaj kishte thënë se nisma kishte dhënë gjithë potencialin elektoral që kishte në atë kohë për të mbështetur Haradinajin, duke shtuar se nuk i kanë burgj njëri tjetrit. Me idhnim të shtëpisë, mos që gjuaj këshis, kishte thënë Limaj ndër të tjera, i cili pas zgjedhjeve u nda nga koalicioni parazgjedhor që kishte me AK-n dhe u vetofrua për bashkëpunime vetëvendosjen. Megjithatë, për Haradinajin kjo temë është e mbyllur. Për mua është e kaluar, nuk merrem më me këtë pjesë. Bashkëpunimet, zhvillimet, ato që janë thënë e bë janë e kaluar, nuk i kam më në agjend të ditësime e shkuar e kaluar, kaq, ka thënë Haradinaj. E në lidhje me këtë temë, në një prononcim për Bota Sot ka folur profesori universitar Enver Bytyshi. Ai thotë se Limaj ka deklaruar që është pro formimit të qeverisë. Nëse mbetet, deputetët e tij mirë po që e njëjta nuk po ndodh. Profesori kritikon Limajin për mosmbajtje të fjalës, edhe pse në pyetje është vendi i tij, pasi i njëjti po shikon ende interesat e tij personale. Fatmir Limaj shkoi ka ata që ka në dorë formimin e qeverisë, ka vetëvendosja. Prej se përfunduan zgjedhjet e nëntshkurtit, pra prej asaj kohe deri më sot, Fatmir Limaj ka deklaruar se nëse formimi i qeverisë Kurti 3 mbetet për deputetët e tij, ai do ta votojë atë. Por Fatmir Limaj për të 23-ën herë nuk i dha ato 3 vota të nismës për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, ndërkohë ne shqiptarët themin se shquhemi për bese për mbajtjen e fjalës. Ne, sidomos në politikë, jemi bërë rrëncat, më të mëdhenj nëse krahasohemi me politikanët e çdo vendi tjetër. Politikanët shqiptarë nuk kanë problem që sot të thonë po dhe nesër të thonë jo, siç thoshte Churchilli në memorandumin e tij shprëngulja e shqiptarëve të 7 marsit 37. Politikanët shqiptar nuk mund t'i blesh me pak para, jepu diçka mos shumë tise të tjerë dhe luajnë brenda orës nga fjala. Janë këta politikanë të cilët betohen në publik, sidomos në fushata elektorale, se mbaj fjalën. Pra Fatmir Limaj po dëshmon edhe kësaj radhe se nuk ka problem formimin e qeverisë dhe institucionet në Kosovë, ka problem akomodimin e tij personal në këto institucione, e kur dëgjon në ekrane televizive të shkon mendja se patriot më të madh se ai nuk ka. Në fakt po, ai duket të jetë patriot interesave të tij personale. Logjikisht Ramush Haradinaj duhet që të revoltohej me qëndrimet e Fatmir Limajt, sepse AK-ja e pranoi në koalicion dhe me drejt dite veta Fatmiri ja mori gati gjysmën e deputetëve Ramushit, e la pa grup parlamentar. Pra, sa plotsoi oreksin e tij politik zgjedhor, Fatmir shkoi ka ata që kanë në dorë formimin e qeverisë, ka vetëvendosja. Në emër të interesit të Kosovës të ai, po e bëj këtë, por për interes të Kosovës është gjithçka që plotson interesin personal të krijuar të nismës. Ndryshe, do ta kishte votuar Albulena Haxhiun si kryeparlamentare, u shpreh profesori. Me sa shoh, kreu i AK-s nuk dëshiron të përplaset me kreun e nismës. Duke vazhduar bisedën, profesori përqendrohet tek deklaratat e Haradinajit. Ai thotë se Haradinaj nuk dëshiron të përplaset me Limajin, mirë po që nuk e ka harruar tradhtinë e tij. Gjithashtu profesori pret që Limaj në fund të ditës të jetë pro formimit të institucioneve të Kosovës dhe të mos bëjë lëvizje të gabuara. Nejse, tani të kthehemi tek deklarata e zotit Haradinaj në adresë të zotit Limaj. Ramushi duket se i është mirënjohës Fatmirit për mbështetjen që ky i ka dhënë atij për të bërë kryeministër i Kosovës para disa vitesh. Me sa shoh, kreu i AK-s nuk dëshiron të përplaset me kreun e nismës. Arsyen e dinë vetëm ata të dy, por nuk besoj se zoti Haradinaj është kaq tolerant në kushte normale. Tradhtia e Limajt do të duhej të kishte tromditur atë dhe akuzat priteshin të ishin të rrepta dhe agresive, por nuk ka ndodhur kjo. Kjo do të thotë se ose Fatmiri ka marrë diku peng Ramushin, ose kanë bërë një plan të përbashkët ata të dy, plan i cili do të zbulohet në një kohë të shkurtër. Por, pavarësisht të gjithave këtyre që tham, me rëndësi është formimi i institucioneve të Kosovës. Unë pres që Fatmir Limaj të dalë jashtë loje, sepse bëri lëvizje shumë të gabuara, herë kundër Haradinajt e herë kundër Kurtit. Mosak kundër zgjedhjes së Albulena Haxhiut si kryetare e Kuvendit të Kosovës. Kam një parandjenjë se me ndërhyrjen e CDU-së gjermane, Abdi Xhiku dhe Lidhja Demokratike e Kosovës
do të reflektojnë dhe do ta pranojnë ofertën e kryeministrit Albin Kurti për të krijuar sërish një qeveri të përbashkët. Në këtë rast, Limaj do të dilte automatikisht jashtë loje dhe në këtë moment qytetarët dhe publiku do ta shohin se sa patriot është ai, se si do të sillet ndaj Kurtit Abdigjikut dhe atyre që ja prishin planet për përfitime personale përmes pushtetit, shpjegoi në detaje profesori. Limaj ka shpreh dëshirën e tij të bëhet pjesë e qeverisë së vetvendosjes. Në fund, profesori shprehet skeptik për një qeveri stabile nëse kjo qeveri ka votat e Limajt, duke përmendur ndodhinë e vitit 2020 me qeverin Kurti. Duke nënvizuar bisedën, ai thotë që deklarata e Haradinajt më jep të kuptojë se Limaj ka shpreh dëshirën e tij të bëhet pjesë e qeverisë së vetvendosjes, me qëllim që gjatë procesit të formimit të institucioneve të tërheqë edhe 4 deputetët e tjerë të AK-s në këtë koalicion qeverisës. Por edhe nëse krijohet qeveria e ardhshme dhe institucionet e Kosovës, vetëm me 3 votat e Fatmir Limajt, nuk besoj se ato janë të vlefshme për një qeverisje solide dhe të suksesshme. Një qeveri me minimumin e votave në parlament është gjithmonë në teje të thikës, sigurisht që qeverit rrëzohen edhe kur kanë vota të bollshme të legjitimuara në parlament, siç edhe ndodhi në vitin 2020 me qeverin Kurti 1, ku Liga Demokratike autoroqë nga koalicioni qeveritar, por një marrëveshje me një parti që siguron shumicën kushtetuese, sa kohë qeverisë është e suksesshme dhe nuk ka frikë dilema në vendimarrjet e saj. Ndodh që koalicioni nuk funksionon. Qëndrueshmëria dhe suksesi janë thuajse të garantuara, ndryshe është me një koalicion, çfarë ofron Fatmir Limaj. Deklarata e Haradinajt më jep të kuptojë se Limaj ka shpreh dëshirën e tij të bëhet pjesë e qeverisjes së vetvendosjes me qëllim që gjatë procesit të formimit të institucioneve të tërheqë, edhe 4 deputetët e tjerë të AK-s nisma në këtë koalicion qeverisës, ka shumë mundësi që kjo të ndodhë nëse Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të jetë e gatshme të krijojë institucionet e vendit në marrëveshje dhe koalicion me vetvendosjen, përfundoi profesori Enver Bëtyçi në një intervistë për Bota Sot.